Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon një korrik dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Një korrik. Ngjarje 1991. Stjepan Mesić pas një muaji vonesë u zgjodh kryetar kryesie të Jugosllavisë. 1997. Pas 99 vite sundimi nga Britania e Madhe, Hong Kongu i është kthyer Kinës. Lindje 1646. Lindi Gottfried Wilhelm Leibniz, filozof gjerman. 1780. Lindi Karl von Clausewitz, generali i Prusisë. 1804. Lindi George Sand, letrare franceze. 1894. Lindi Isaac Babel, gazetar rus. 1916. Lindi Olivia de Havilland, aktore amerikane, fitues i Academy Awards. Vdekje 1736. Vdiq Hameti III, sultani i Perandorisë Osmane. 1971. Vdiq William Laurent Bragg, fizikant anglez. 1974. Vdiq Juan Perón, general dhe kryetar Argentinas. 2004. Vdiq Marlon Brando, aktor amerikan. 2004. Vdiq Jasper Ridley, letrar britanik. Festa dhe përvjetore. Dita ndërkombëtare e humorit. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e James Chadwick, i cili ishte një kimist mjaft i njohur. Ai lindi në Angli më 20 tetor të vitit 1891. Ishte djali i John Joseph Chadwick dhe Anne Marie Knowles. Ai ndoqi shkollën e mesme të Manchesterit përpara se të hynte në Universitetin e Manchesterit në 1908. Ai u diplomua në shkollën e fizikës Honors në vitin 1911 dhe i kaloi 2 vitet e ardhshme në profesionin Rutherford në laboratorin fizik në Manchester, ku punoi në probleme të ndryshme të radioaktivitetit, duke fituar MCI diplom në vitin 1913. Po atë vit ju dha bursa ekspozitës 1851 dhe vazhdoi në Berlin për të punuar në Universitetin e Teknikës. Gjatë luftës së parë botërore, ai u internua në Rupelben. Pas luftës në vitin 1919 u kthye në Angli për të pranuar studimet e Cambridge dhe për të rifilluar punën në ndërtimin e Rutherford, i cili ndërkohë ishte transferuar në laboratorin e Cambridge. Rutherfordi kishte arritur atë vit të shpërbënte atome duke bombarduar azotin me grimca alfa me elementin e një protoni. Ky ishte transformimi i parë artificial bërthamor. Në Cambridge, Chadwick ju bashkua Rutherfordit në realizimin e transformimit të elementeve të tjerë të dritës me anë të bombardimeve me grimcat alfa dhe në studimet e vetive dhe strukturës së bërthamave atomike. Ai u zgjodh antar i kolegjit Gonville në vitin 1921 deri 1935 dhe u bë ndihmës drejtori i kërkimeve në laboratorin e Cavendish në vitin 1923. Në vitin 1927, ai u zgjodh antar i shoqërisë mbretërore. Ndërkohë, në vitin 1932, Chadwick bërë një zbulim themelor në fushën e shkencës bërthamore. Ai vërtetoi ekzistencën e neutroneve, grimca elementare pas një ngarkesë elektrike. Në kontrast me bërthamat e heliumit, rrezet alfa, të cilat janë të ngarkuara dhe për këtë arsye mbrapse nga forcat e konsiderueshme elektrike të pranishme në bërthamat e atomeve të rënda, ky mjetëri në shpërbërjen atomike nuk ka nevojë të kapërcejë asnjë pengesë elektrike dhe është në gjendje të deportojë dhe të ndajë bërthamat dhe të elementeve më të rënda. Chadwick në këtë mënyrë përgatiti rrugën drejt ndarjes së uraniumit 235 dhe krijimit të bombës atomike.
Për këtë zbulim epokal, ati u dha medalja Hughes e shoqërisë mbretërore në vitin 1932 dhe më pas çmimi Nobel për fizik në vitin 1935. Ai qëndroi në Cambridge deri në vitin 1935, ku zgjon në katedrën e fizikës Lloyd Jones në Universitetin e Liverpoolit. Nga viti 1943 deri në vitin 1946, ai punoi në Shtetet e Bashkuara si shef i misionit britanik të lidhur me projektin Manhattan për zhvillimin e bombës atomike. Ai u kthye në Angli dhe në vitin 1948 u torosh nga fizika aktive dhe pozicioni i tij në Liverpool pas zgjedhjes së tij si Master i Gonville në Cambridge. Ai doli në pension nga kjo mentorship në vitin 1959. Nga vitin 1957 deri në vitin 1962, ai ishte antar me kohë të pjesshme i Autoritetit të Energjisë Atomike të Mbretërisë së Bashkuar. Chadwick ka pasur shumë punime të botuara mbi temën e radioaktivitetit dhe problemeve të lidhura me të. Përveç medaljes Hughes të shoqërisë mbretërore, ai mori dhe medaljen Copley dhe medaljen Franklin të Institutit Franklin. Në vitin 1925, ai u martua me Eileen Sweetheart Brown nga Liverpooli. Ata kishin vajza binjake dhe jetuan në North Wales. Hobet e tij përfshinin kopshtarinë dhe peshkimin. James Chadwick ndroi jetë më 24 korrik të vitit 1974. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth mineralit të hekurit në trupin ton, si ndikon, çfarë sjell mungesa e tij, cilat janë sëmundjet dhe simptomat që ne kemi kur kemi mungesë të hekurit. Hekuri është një element kimik. Në trupin e njeriut, ai merr pjesë me 0.008% të masës dhe gjendet kryesisht në gjak. Sasia e hekurit në gjakun e njeriut do të mjaftonte për një gosht. Kur kjo sasi lidhet me oksigjenin, merr ngjyrë të kuqe. Kjo është arsyeja që gjaku i njeriut të ketë ngjyrë të kuqe. Hekuri merret 5% nga dieta dhe 95% është depo. Hekuri është një element gjumë thelbësor për trupin ton, veçanërisht në formimin e ruazave të kuqe të gjakut, përgjegjëse për transportin e oksigjenit në organe dhe inde. Hekuri është mjaft i rëndësishëm. Ai merr pjesë në përbërjen e hemoglobinës dhe ka rol në lidhjen dhe përcjedhjen e oksigjenit në mushkëri. Në organizmin e njerëzve të rritur gjenden 3 deri në 5 mg hekur. Pjesa më e madhe gjendet në hemoglobin dhe mioglobin. Pjesa e tepërt e hekurt në organizëm gjendet si rezervë në formë të ferritinës dhe homosiderinës në mëlçi, shpretk dhe në palcën kockore. Ferritina ka mjaft role në organizëm, pengon grumbullimin e hekurit të lirë, ruan hekurin për sintezën e hemoglobinës dhe ka rol në përthithjen e hekurit. Ferritina është masë më e mirë për të matur dhe sasinë e hekurit në organizëm. Burimet natyrore të hekurit. Përmes ushqimit në organizëm futen 10 deri në 30 mg hekur në ditë. Burimet më të pasura të hekurit janë mishi, mëlçit, vezët, pula, peshku, soja, tërshërët, kungulli, bizelja, fiku e të tjerë. Tek personat që kanë mungesë të hekurit në organizëm, absorbohet rreth 30% e hekurit nga ushqimi. Deficiti ose mungesa e hekurit është një nga sëmundjet nutricionale më të shpeshta dhe shkaku kryesor i anemisë në botë, por edhe në vendin ton. Hekuri është një element kimik shumë i rëndësishëm, ku një nga funksionet e tij më të rëndësishme është formimi i hemoglobinës, protein kjo që gjendet në ruazat e kuqe të gjakut dhe është përgjegjëse për transportin e oksigjenit në organizëm. Hekuri është gjithashtu i rëndësishëm për të mbajtur të shëndetshme qelizat e organizmit, të lëkurës, thonjtë dhe flokët. Deficit hekuri kemi atëherë kur sasia totale e tij në organizëm ulet si rezultat i prishjes së ekuilibrit midis sasisë së marrë dhe asaj të humbur. Kur deficiti i hekurit është aq i thellë sa pengon formimin normal të ruazave të kuqe të gjakut, atëherë shfaqet anemia ferofedicitare. Mungesa e hekurit është e zakonshme sidomos tek fëmijët, femrat në moshën riprodhuese dhe tek individët që konsumojnë ushqime me përmbajtje të ulët hekuri. Individët me deficit të hekurit apo anemi apo nga mungesa e tij mund të manifestojnë simptoma të tipit
lodhje dhe dobësi trupore, ulje të performancës fizike, rënje flokësh, qarje të buzëve, thyrje thonjsh, tharje goje, djegje të gjuhës, sidomos pas marrjes së ushqimeve apo lëngjeve, vështirësi në gëlltitje, intolerancë ndaj të ftohtit, konsumimi substancave jo ushqimore si akull, e të tjerë. Personat ku është shfaqur tashmë anemia në varësi të gravitetit të saj patologjik, manifestojnë dhimbje koke, zhurma në vesh, vështirësi në frymëmarrje apo të rrahura të shpeshta të zemrës kur kryen aktivitete fizike, mungesë përshëndrimi më e shfaqur në personat me moshë të madhe dhe komplikacione kardiake. Pra, konkluzioni të gjithë kësaj gjëje, hekuri është një element mjaft të rëndësishëm për trupin ton, i cili mund të merret nga ushqime të ndryshme dhe ndihmon në prodhimin e hemoglobinës dhe transportimin e oksigjenit në gjak. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 2 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësira shkalimtare. Në pjesën më të madhe të vendit do të mbizotrojë moti me diell, ndërsa gjatë orëve të pasdites në relievet malore priten zhvillime vranësirash, të cilat lokalisht mund të shoqërohen me rreshe të dobta dhe afat shkurtra shiu. Temperatura do të pësojë një rënje të lehtë në krahasim me ditën e mëparshme. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara malore gjatë pasdites priten vranësira kalimtare. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 34 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 deri në 34 gradë Celsius. Kukës 17 deri në 30 gradë Celsius. Peshkopi 16 deri në 29 gradë Celsius. Tiranë 19 deri në 33 gradë Celsius. Durrës 23 deri në 31 gradë Celsius. Kavaj 22 deri në 31 gradë. Elbasan 20 deri në 33 gradë. Berat 21 deri në 33 gradë. Korçë 13 deri në 26 gradë. Florë 23 deri në 30 gradë. Gjirokastër 16 deri në 28 gradë. Sarand 23 deri në 30 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 2 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot pjesërisht i paqëndrueshëm. Paraditja do të nisë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, ndërsa gjatë pasdites në disa zona pritjen rreshe lokale shiu të shoqëruara me shkarkesa elektrike. Temperatura do të shënojë në rënje të ndjeshme krahasuar me ditën e mëparshme. Paraditja do të ketë një mot pjesërisht të kthjellët, ndërsa pasditja do të sjellë vranësira dhe rreshe lokale. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë 6 deri në 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 27 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 26 gradë. Skënderaj 15 deri në 27 gradë. Pej 15 deri në 27 gradë.
Prishtinë 15 deri në 27 gradë. Gjakov 16 deri në 28 gradë. Malishev 16 deri në 28 gradë. Gjilan 15 deri në 27 gradë. Ferizaj 15 deri në 27 gradë. Kaçanik 14 deri në 26 gradë. Suharek 16 deri në 28 gradë. Prizren 16 deri në 28 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.